është kënaqësi do dhe më përsëri të rinia të flasë për këtë temë, që kemi folur dhe herë të tjera për ditën e triumfit të ortodoksisë ose të së dielës së ortodoksisë, por që do të përpiqemi që edhe këta aspekt të rëndësishëm që ka të bëjë direkt me njeriun, që Kisha e konsideron jo më kot si ikonë e Perëndisë, sepse vetë Perëndia e ka krijuar, të flasim për këtë temë në këtë kuadër të kësaj dite. Njeriu si ikonë e Perëndisë vëret së pari ne si kishë ose si antarë të kishës, ose dhe çdo studiues që e shef nga jashtë këtë gjë dhe dashamirës, e shef në shkrimin e shenjtë, që në momentin e krijimit njeriu është krijuar sipas ikonës dhe sipas shëmbulltyrës, përmendet në librin e Zanafillës ose të Gjenezës, në librin e parë të shkrimit të shenjtë. Dhe kur bëhet fjalë që Perëndia krijoi gjithçka, krijoi dhe njeriun si qenien e fundit të krijimit vet, dhe që e krijoi në fund, siç përmendet edhe gjatë eksegjezës ose interpretimeve të etërve të kishës që i bëjnë shkrimit të shenjtë, sepse ai është kurora e krijimit. Domethënë, njeriu ndodhet në një status të rëndësishëm në krahasim edhe në raport qoftë me krijimin, po edhe në një raport edhe që gjendet edhe në raport me vetë krijuesin, me vetë Perëndin. Por çfarë do të thotë që njeriu është krijuar sipas ikonës? Janë disa atribute ose disa cilësi që i ka vetë Perëndia dhe që e pajis edhe vetë njeriu që në momentin e krijimit. Një nga këto atribute është e vetë pushtetshmja. Perëndia është i pa fillim, i pa fund, edhe i gjithfuqishëm, edhe i kudo gjendur, dhe nuk mund të kufizohet, dhe njëkohësisht është edhe jashtë kohe. Njeriu krijohet me cilësitë e vetë krijuesit, të vetë Perëndisë, dhe krijohet me cilësinë që të jetë i vetë pushtetshëm. Kur themin që të jetë i vetë pushtetshëm, e shohim pikërisht në arsyen që ka njeriu si një mjet ose si një cilësi që ja ka dhënë Perëndia për të arsyetuar. Nëse njeriu arsyeton, do të thotë që është në gjendje të mendojë, të gjykojë dhe të marrë vendime për veten e vet, po dhe për të tjerët në raport, qoftë me njerëzit e tjerë, qoftë me veten, qoftë edhe me krijesën, me natyrën, me raportin që e do ta krijojë ose jo me Perëndin, me krijuesin. Dhe duke pasur këtë cilësi njeriu dhe aftësinë që të gjykojë dhe të veprojë dhe të marrë vendime, atëherë ka dhe cilësinë që të jetë i lirë. Prandaj ne themi që Perëndia e ka krijuar të lirë njeriu, që do të thotë që njeriu mund të veprojë edhe kundër natyrës së vet. Kjo është liria, që jo vetëm që të jetë i lirë ose të bëjë disa gjëra me dashje apo pa dashje, po të jetë edhe të veprojë edhe kundër natyrës. Siç ndodhi dhe në fillim me Evën dhe me Adamin, që dolën kundër lirisë që i pajisi Perëndia, dhe kjo bëri që gjenia njerëzore, që do të thotë gjithë natyra njerëzore, ku përfshihen çdo person njerëzor, ata që kanë qenë, ne që jemi tani, dhe ata që do të vinë pas nesh, e gjithë kjo është gjithë natyra njerëzore, gjithë njerëzimi. Dhe ra gjithë natyra njerëzore kur Eva dhe Adami, që ishin të parët e natyrës sonë, si njerëz, më katuan. Kjo bëri që arsyeja të erësohet. Njeriu të mos ishte me i kthjellët, edhe të mos gjykojë drejt. Dhe ne sot themi edhe në sfidat e qytetërimit të sotëm, që ose shpeshherë dhe filozofët në kohë të ndryshme, një vetveten. Si, nuk e njohim ne veten tonë? Ne na duket sikur e njohim veten tonë, por shpeshherë zhgënjehemi me veten tonë. Shpeshherë duam të bëjmë diçka, thot Apostulli Pavli,
edhe atë që dua të bëj, atë s'arrit do ta bëj. Pse? Sepse ka të bëjë me luftën me veten e tij ose me veten tonë. Dhe meqense nuk jemi ne në gjendje që të marrim vendime, që të drejtojmë veten tonë dhe të jemi në një raport që jo të mos dëmtohet, por që të shtohet edhe të begatohet e mira, si thua, tek ne, edhe të lejohen ato bekimet e Perëndisë që i jep duar hapur, edhe për të mirët, po dhe për të ligjtë. Njësoj jep Perëndia. Dhe pse i jep njësoj Perëndia? Perëndia i jep njësoj sepse duke qenë një Perëndi i dashurisë, edhe duke e krijuar dhe duket vetë edhe momenti i krijimit, që e krijon sipas ikonës së tij dhe sipas ngjashmërisë. Me prirjen që të bëhet i ngjashëm si Perëndia, ky veprim tregon që Perëndia e do dhe është një krijues njeridashës. Pse i them këto? I them këto sepse kjo është arsyeja që ju desh Jesu Krishtit, ose personit të dytë të Trinisë së Shenjtë, të vinë në tokë dhe të bëhet njeri. Dhe kjo është arsyeja që ne e dëshmojmë edhe në të dielën e ortodoksisë. Sepse duke ruajtur besën edhe siç e thotë edhe himnologjia që ne e pohojmë shpëtimin, siç edhe vetë ekzistenca jonë në kishë sot, ose edhe këtu, është një pohim i besimit tonë. Jemi të ndërgjegjësuar plotësisht ose jo, në një farë mënyre jepet kjo dëshmi. Dhe kjo dëshmi jepet, duke u mbështetur tek himnologjia, me fjalë dhe me vepra. Edhe veprat, ose dhe vetë fjala që ne pohojmë, ose që këndojmë, është materializim i asaj që ne kemi arsyetuar. Domethënë edhe vetë fjala është vepër në vetvete. Pavarësisht se ne ndajmë fjalën dhe veprat si të ndara. Por në fakt është e njëjta dëshmi që jepet. Dhe kjo dëshmi që ne e analizojmë në lidhje me njeriu si ikonë e Perëndisë, u errësua me mëkatin. Dhe ecën historia njerëzore dhe vërejmë se vjen Krishti për të marrë natyrën njerëzore. Po Krishti është i biri i Perëndisë nga natyra e tij hyjnore dhe nga natyra e tij e përjetshme. Krijesa është në kohë, ne jemi në kohë. Ne bëjmë veprime që janë të përkohshme, por që përjetësohen dhe marrin vlerën në këtë përjetësi të Perëndisë. Domethënë Perëndia çfarë bën? Na krijon dhe do të na bëj si vetja. Ne ndodhemi, po jap një shembull, ndodhemi në meshën hyjnore, ishim para pak në kishë, në adhurimin hyjnor. Dhe ky celebrim, ky mister i trupit dhe gjakut të Krishtit, i meshës hyjnore, është një celebrim dhe një mister në kohë të dielën e ortodoksisë në datën e sotme, në datën 9 mars 2025. Por Perëndia që është jashkohe, e shef këtë veprim të kohëshëm tonin si pjesë të përjetësisë. Dhe Perëndia çfarë bën? Meqense nisi krijesa, nisi një moment, atëre e pa që ajo ra, mëkatoi, njeriu nuk mund të shpëtonte dot veten e vet, ikonën e Perëndisë në këtë rast, dhe Perëndia i gjithë dashur, i tërë mirë tha, unë nuk do ri të azgjesohet ikona që unë kam krijuar, sipas ikonës ime, krijesa ime, por do shkojë biri im, fjala, ose logosi që e themi me fjalë të tjera, personi i dytë i Trinisë së Shenjtë. Dhe thuhet që zbriti nga qielli, siç e themi edhe në simbolin e besës. Krishti në fakt nuk zbriti nga qielli. Se po të themi që zbriti nga qielli, e la bosh vendin e tij që ishte në të djathtë të natit. Ai ishte dhe atje dhe këtu. Se ai është jashtë kohe dhe është ku do gjendur dhe mund të shfaqet dhe mund të gjendet në çdo vend.
Por kur themi që zbriti nga qielli dhe u bë njeri, do të thotë besa e sinodit të parë dhe sinodit të dytë ekumenik, që e kanë vendosur simbolin e besimit, që ne e themi shpeshherë, do të thotë që ai mori natyrën tonë. Dhe nisi u fut në kohë dhe mori natyrën tonë për ta shëruar natyrën tonë dhe për të pastruar ikonën që ishte ndotur. Kur ne kemi një fotografi ose një ikonë ose një imazh të dikujt dhe është ndotur, është bërë pis ose e ka zënë pluri apo ku diun, u bë pis, marrim një me kujdes dhe e pastrojmë. Këtë gjë bëri dhe Jesu Krishti kur erdhi dhe u bë njeri. Erdhi për të shpëtuar ikonën që ishte ndotur dhe që erdhi për ta restauruar. Prandaj ne themi që Perëndia na shpëtoi të gjithëve. Si na shpëtoi të gjithëve? Po ai erdhi në kryq, shpëtoi ata që që ishin afër ose ata që e njoh, ose po ne të tjerëve na shpëtoi pikërisht, sepse ai duke marrë natyrën tonë u bë një me ne. Dhe po të kthehemi prapë mbrapsh dhe të themi që u krijuam sipas ikonës dhe sipas ngjashmërisë, që ne duhet të bëhemi të ngjashëm. Dhe ju them përsëri që njeriu është krijuar i lirë, e ka krijuar Perëndia të lirë. Dhe deri tani po e kuptojmë që cilat janë këto cilësitë e perëndishme që ja vesh Perëndia njeriut, që ta bëj si vetja. Dhe njeriu e shprehu që po nuk e deshi Perëndinë në rastin e kur mëkatuam me Evën dhe me Adamin, po dhe me mëkatet që ne vijojmë të bëjmë në jetën tonë personale. Këto shprehin që ne kemi vullnetin të themi jo marrëdhënie son me Perëndinë. Kjo është liria jonë. Edhe Perëndia nuk do donte që të kishte një Evë dhe një Adam në parajse që të mos mëkatonin, edhe ti qëndronin atij lepe peqe ose me zor të qëndronin aty pa vullnetin e tyre, sepse Perëndia nuk do që të afrohet pa vullnetin e dikujt, dhe prandaj Krishti thotë kush të doj le të vi pas meje. Nuk imponon Perëndia. Domethënë, ja këto janë cilësitë që janë të ikonës sonë, por që është ikona e Perëndisë që e gjejmë tek vetja jonë. Dhe kur vjen Krishti që e shpëton njeriu, si e shpëton njeriu? Po e them shkurtimisht se tani po ju them disa koncepte, ndoshta janë të lodhshme për ju, por për të kuptuar vlerën që ka njeriu sot, sepse ne sot njeriu e shkelim me këmbë, kemi bryle me njëri tjetrin, nuk sillemi mirë me njëri tjetrin, por në fakt raporti ynë, siç e kemi dhe nga vetë Jesu Krishti, me Perëndinë është ai raport që kemi me njerëzit. Kjo gjë, nëse ne duam Perëndinë realisht, atëherë duam dhe njerëzit. Nuk mund të ndodhë që njërin ta duash dhe tjetrin të mos e duash. Dhe Krishti si e shpëtoi njerëzimin? E shpëtoi duke e bërë veten e vet dhe pasi u kryqëzua dhe u ngjall, e shpengoi nga mëkatin. Dha jetën e vet për të falur të gjithë të tjerët që nuk arrinte dot ta falte askush veten e vet, qoftë edhe nga të drejtët ose nga profetët e dhjatës së vjetër, që janë dhe ata kategori shenjtori dhe njerëz të zgjedhur të Perëndisë, nuk mund ta falnin dot as veten e tyre, sepse ishte mëkati që i pengonte. Dhe duhet të vinte Krishti që ishte i pamëkatshëm, që të merrte natyrën njerëzore, ta pastronte, dhe kur ta ngjitej në qiell, pas ngjalljes në këtë rast, kur të ngjitej në qiell, ku e çoi natyrën njerëzore? Domethënë, Perëndia atë që kishte krijuar, e çoi në të djathtën e Atit, themi, sipas simbolit besë. Çdo të thotë në të djathtën e Atit, në vendin ku ishte Krishti si logos, si fjalë. Domethënë në vendi i përjetësisë së personit të dytë të Trinisë së Shenjtë. Është pak e vështirë për ta kuptuar Triniteti, personi i dytë i Trinisë së Shenjtë,
po kur iku njëri, këta të tjerët a donin as donin. Të gjithë kishin një dëshirë dhe një vullnet. Dhe ardhja e Krishtit dhe gjithë kjo ekonomi dhe kjo veprimtari shpëtimtare ishte nga vetë Trinia. Dhe ne do ta kuptojmë pak më pas që pse është e gjithë Trinia në këtë ndërveprim, ose në këtë veprim të Krishtit, që ne e shohim që erdhi vetëm Krishti. Do ta shohim në rastin kur do të themi më pas që si ne bëhemi të ngjashëm me Perëndinë dhe çfarë ndodh kur ne kungojmë trupin dhe gjakun e Krishtit. Sepse Perëndia na ka lënë të lirë dhe ne e ndjekim atë. Dhe thotë ja ku është kisha që kam themeluar, që është institucioni shpirtëror që fal njerëzit dhe që i thërret në shpëtim. Kur shkon Krishti në të djathën e tij, ngren natyrën njerëzore. Domethënë, ajo që ishte nxirr nga mëkati dhe ikona ishte errësuar, nuk është më errësuar tashmë, po është pastruar, ka marrë cilësi hyjnore dhe nuk ka nevojë më të ushqehet. Trupi i Krishtit, që nuk ngjyroi, nuk e preku prishja e vdekjes, kur ndeti 3 ditë në varr Krishti. Nuk e pësoi prishje trupi i Krishtit. Pse? Dhe nuk ishte nevojë të ushqej, po dhe në rastin kur u thot apostujve pas ngjalljes që më jepni diçka ta, ishte për të treguar që unë jam si ju, njeri, por ama shfaqej pa u hapur dera dhe pa duke tejkaluar, si të thuash, pengesat e mureve apo të dyerve apo të kur i shfaqet apostujve dhe në momentin kur ishte dhe apostulli Thomai, që Krishti u shfaq në atë moment. Që do të thotë që trupi i tij ishte në një dimension tjetër, domethënë krijesa ishte shenjtëruar nga vetë Krishti dhe kur themi që ai u shenjtërua Krishti, natyra e re e Krishtit në këtë rast, që është natyra e dytë e Krishtit, njerëzorja, atëherë ka shenjtëruar të gjithë natyrën tonë, prandaj ne themi që na ka shpëtuar. Por tani pritet që secili prej nesh, kush të dojë, ta pranojë këtë shenjtërim që të shenjtërohet realisht, sepse Perëndia nuk e do me zor tjetrin të vijë dhe të bëjë nderin pa e dashur ti. Nuk do të bëjë nder pa e dashur. Ai vërtet është i njeri dashës, i gjithë mirë dhe e jep këtë shpëtim, por ama në fund respekton cilësitë e sipas ikonës që ka njeriu, që të realizohet sinergjia ose ai bashkëpunimi mes Perëndisë, që ka rolin e vet, që do që njerëzit të afrohen e të shpëtojnë, ai do të gjithë të shpëtohen. Dhe njeriu që ka arsyen e vet, ka logjikën e vet dhe duhet të bëj përpjekjen e vet që ta arrijë këtë gjë. Nuk mund të krahasojmë, si të thuash, veprimtarinë e Perëndisë me veprimtarinë e njeriu. Se njeriu është krijesë, është me kufizuar, janë edhe pasojat e mëkatit, që ne vazhdojmë përsëri të mëkatojmë. Dhe sado përpjekje të bëjmë ne, nuk mund të krahasojmë me vullnetin, por ama duhen të dyja palët, edhe e perëndishmja dhe e njerëzishmja, që të bëhen bashkë, që dhe ne, edhe në rafshin personal, po dhe në rafshin komunitar, si kishë të shpëtohemi. Dhe kjo është ajo që Perëndia na bëri sipas ngjashmërisë. Tani le të vim tek kungata hyjnore. Ne pse e themi hyjnore? Sepse ajo që bëhet tu në tokë, që bëhet jo vetëm në prani të njerëzve, të klerit edhe të popullit, po bëhet edhe në prani të shenjtorëve që i shohim ose nëpërmjet ikonografisë, ose që nuk i shohim me sytë tanë njerëzor, por disa i kanë parë me sytë e tyre shpirtërore, sipas traditës së kishës. Dhe kemi dhe praninë e engjëjve të cilët nuk i shohim, por që i besojmë dhe i trumbeton teologjia ortodokse dhe me traditën e saj, që ata janë të pranishëm në këtë celebrim hyjnor, pra kemi një celebrim që ndodh në tokë, por ama njëkohësisht bëhet adhurimi në altarin e të lartit të Perëndisë. Domethënë,
shikoni çfarë bën Perëndia për ikonën e vet. Që jo vetëm e krijoi diçka, e krijon diçka dhe po duash dhe e prish. Ai i dha vlerë. Pse i jep vlerë? I jep vlerë sepse e ka krijuar me cilësitë e tij nga dashuria që kishte për të. Dhe tani e pret çdo njeri që të afrohet. Dhe ne kur marrim trupin dhe gjakun e Krishtit nëpërmjet këtij misteri, ne kungojmë dhe bëhemi njësh me Krishtin. Por kush e ka cilësinë që të bëhet njësh me Krishtin? Kush e ka këtë aftësi? Vetëm të pagëzuarit. Dhe prandaj thot kisha, që të shpëtohesh edhe që të bëhesh pjesë antar i kishës, antar jo vetëm si person që vjen në kishë, po antar shpirtëror, që ti jesh pjesë, duhet që të pohosh Krishtin si Perëndi. Dhe kur e pohon ti Krishtin dhe pagëzohesh në emrin e tij, atëherë bëhesh pjesë e trupit mistik të Krishtit, që themi ndryshe, që është kisha. Pra kisha çfarë është? Ka krye Krishtin vetë dhe është trupi i Krishtit, ky trup që po flasim deri tani, trupi i Krishtit, që e mori Krishti e ngjiti në qiell, dhe që bëjmë pjesë të gjithë ne, e dim apo se dim, bëjmë pjesë të gjithë njerëzit aty. Të krishterë ose jo të krishterë, fetarë jo fetarë, ose të ateistë apo të pabesë apo të ashtu, bëjmë pjesë të gjithë në këtë trup. Dhe kur ne pagëzohemi, ne bëhemi te trupi i njerëzor i Krishtit. Kur ne thërritemi nga kisha, ne çfarë bëjmë? Me pagëzimin bëhemi pjesë e gjallët e këtij trupi. Kur bëhemi pjesë e gjallë e trupit të Krishtit, domethënë kemi pranuar Krishtin, prandaj thuhet që sa u pagëzuat me Krishtin u veshët. Domethënë u bët njësh me ta. Fituat cilësitë e tij. Prandaj marrim dhe hirin e Perëndisë me pagëzim. Atëherë bëhemi pjesë e këtij trupi që është i kishës. Dhe prandaj këtu ka rol dhe institucioni i kishës, edhe veprimtaria që zhvillon kleri, psaltët, populli, që bëhet pjesë e adhurimit hyjnor në atë moment. Nuk është një gjë thjesht një takim si ta mbushim ditën e diel para ditë dhe hajde vëmë në kishë. Edhe kalohet bukur se është qetësi aty. Edhe janë edhe këto efektet, si të thuash edhe aspekti psikologjik që ne jemi më të qetë ose jemi më të paqët, por ama më e rëndësishme është ajo që po ndodh në atë që është më e përjetshme, në atë që ka vlerë dhe që do të jetë ka një vlerë të gjithkohshme dhe jo thjesht një moment i përkohshëm që do kalojë. Dhe ne marrim pjesë, veshim Krishtin dhe bëhemi pjesë e trupit. Duke u bërë pjesë e trupit, ne bëhemi njësh me Krishtin. Dhe kur bëhemi ne pjesë e trupit të Krishtit, nuk të pengon njeri në kishë të marrësh trupin dhe gjakun e tij. Prandaj thuhet, po si i pagëzuar nuk mund të kungohesh. Jo për të përjashtuar ata që janë të pagëzuar, por sepse ata janë pjesë e Krishtit. Dhe tani ata e kanë Krishtin. Dhe ata ushqehen me Krishtin. Siç edhe vetë se këto i themeloi Krishti, edhe në darkën e fundit, që është misteri i konsumimit ose i marrjes së trupit dhe të gjakut të tij. Që thot merrni hani, thot Krishti. Dhe ky është gjaku im dhe ky është trupi im. Dhe kur e marrin këta persona që janë pjesë të kishës, atëre bëhen njësh me personin e dytë të Trinisë së Shenjtë. Po me Atin dhe me Shpirtin e Shenjtë, bëhemi njësh, sepse Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë janë një. Atëre dhe ne nuk kungojmë vetëm Krishtin, po kungojmë të gjithë Trinin në mënyrë mistike. Nuk thot Ati që nuk thot Krishti që unë e Ati jemi një. Ne po morëm Krishtin, po pranuam Krishtin, kemi pranuar njëkohësisht dhe Atin dhe Shpirtin e Shenjtë. Pavarësisht se nga ana numerike ngatrohemi nga ana njerëzore. Domethënë dale si janë 3, 1, 1, 3. Kjo është zbuluar nga vetë Perëndia tek ne njerëzit. Dhe Shën Grigor Teologu thot, këto numra, domethënë që Trinia, raportet, cilësitë personale të Trinisë, që Biri lindet, Shpirti i Shenjtë burohet, Ati është pa fillim edhe është shkaku. Këto
e kemi të vështirë nga ana njerëzore që t'i kuptojmë dhe t'i shpjegojmë, sepse janë në cilësi të hyjnores. Por kaq sa na janë zbuluar, kaq të dhëna që ne i kemi, mjaftojnë që ne të shpëtohemi. Domethënë mjaftojnë të kenë atë vlerën për të cilat janë bërë të njohura tek ne. Dhe nuk kemi nevojë të kërkojmë më tepër shpjegime për gjëra që janë hyjnore dhe ne si njerëz e kemi shumë të vështirë dhe të pamundur që ta arrijmë veç se sa na lejon Perëndia dhe hiri i Perëndis. Kjo është ikona e Perëndisë, domethënë tek njeriu, dhe njeriu ka vlerë, dhe ka vlerë jo vetëm ata që janë të krishterë ose të pagzuar, po ka çdo njeri vlerë. Prandaj dhe Krishti thotë, atë që ja u keni bërë të tjerëve, nuk thotë atë që ja u keni bërë të krishterëve ose atyre që janë pagzuar në kishë, po thotë atë që ja keni bërë të tjerëve pa përcaktuar ndonjë kategori, të gjithë njerëzve. Atë që ja u keni bërë të tjerëve ma keni bërë mua, thotë. Dhe kjo është ajo që Perëndia jo vetëm e krijoi njeriu sipas ikonës, me cilësitë e tij dhe sipas ngjashmërisë, e thërret në ngjashmëri, por e bën edhe si vetja, e bën njësh me veten e tij. Dhe ne, prandaj themi që ne jemi tashmë të shpëtuar, ne jemi gjatë të shpëtuar. Pse jemi të shpëtuar që nga ky moment? Sepse po jemi pjesë e trupit të Krishtit, siç e dëshmon teologjia dhe tradita. Ku ngojmë? Përpiqemi që të mos mëkatojmë, sepse këto veprime na ndajnë nga Perëndia. Dhe përpiqemi që të kultivojmë jetën tonë shpirtërore me Zotin, atëherë ndriçohemi dhe kemi dhe arsyen më të kthjellët, e njohim më mirë veten tonë në këtë rrugëtim shpirtëror. Sillemi me dashuri ndaj njëri tjetrit, nuk sillemi si arbutër ndaj njëri tjetrit, sepse kjo nuk dëshmon besën, kjo e cënon besën. Dhe prandaj në të dielën e ortodoksisë që marrëm ikonat, edhe secili kishte nga një ikonë dhe ekspozoi dhe vendosi në kisha ashtu siç ndodhi në 843-shin, që u restauruan dhe u vendosën ikonat. Ky veprim çfarë dëshmon? Ky veprim dëshmon që të gjitha ato mësimdhënie të gënjeshtërta që shtrembëruan besën e vërtetë, siç e kishte dëshmuar, siç e dëshmojmë dhe e gjejmë tek Shkrimi i Shenjtë, dhe siç e solli Krishti dhe ja u la apostujve dhe neve të tjerëve më pas, në të gjithë të rrugëtim të kishës, sa herë dolën persona që me zgjedhjen e tyre, me dashje apo pa dashje, vepruan kundër besës së vërtetë, që nuk të çonte në shpëtim, por që pretendonin se ata ishin në rregull, kishin të drejtë me veten e tyre, atëherë vjen kisha dhe thot, shikoni thot, ju të gjitha ju erezi, qoftë e Ariusit, qoftë e Nestorit, qoftë edhe erezit e tjera më vonë, që vinë dhe riciklohen, siç mund të vinë edhe deri në ditët tona, në mënyra të ndryshme. Çfarë cënojnë? Cënojnë ikonën e Jesu Krishtit. Ikona e Jesu Krishtit jemi ne. Dhe ne e bëjmë ikonën e Krishtit sepse u bë njeri dhe e pan syt njerëzor dhe prandaj dhe e pikturojmë. Dhe meqense Krishti nuk është pranuar që është sipas erezive, që është i biri i Perëndisë ose që u bë njeri, nuk kuptoni? Nuk është pranuar nga erezit të kundërkohë, vjen sinodi i 843-shit dhe thotë të gjitha sa janë thënë më përpara dhe që i ka thënë dhe kisha cila është e drejta, duhet të marrim dhe ta dëshmojmë këtë besim dhe të vendosim ikonën. Se ikona nuk është një imazh që ne ngelemi dhe nderojmë, apo dhe më keq ta adhurojmë objektin apo imazhin që ndodhet në të. Sepse ne kur i falemi ikonës, i falemi dhe nderojmë personin prototipin, personin original që tregon kjo ikonë, dhe jo
ikonën si një objekt që është me përmasa të ndryshme, mund të jetë afreska, po mund të jetë ikonë e lëvizshme. Domethënë nuk ka rëndësi këto, rëndësi ka që kisha i përdor këto imazhe që të tregojë praninë e ikonës së Perëndisë që ka krijuar Perëndia dhe prandaj dhe ikona e Krishtit që ne e kemi në çdo kishë dëshmon që ai u bë njeri. Fakti që kisha thot, janë pa koncepte dogmatike këto dhe janë të vështira për të kuptuar, domethënë me një dëgjim të parë, por fakti që ne pohojmë dhe kemi ikonë Krishtin, çfarë duam të dëshmojmë? Që ne u shpëtuam. Po që se herezit dhe ne nuk e pranojmë Krishtin që u bë njeri, po pa humbur cilësitë e hyjnores. Kur themi u bë njeri, nuk e se e braktisi hyjnin, ai prapë ishte Perëndisi që ishte, nuk e humbi cilësinë e hyjnores. Erdhi, u bë njeri, do të thotë që e lartësoi njeriu e rënë dhe kështu na shpëtoi. Kjo është besa ortodoksëve që themi triumfi ortodoksisë. Që të gjitha ato përpjekje madhore që kishin përçarë kishën dhe njerëzit, klerin dhe popullin, dhe kishte krijuar një luftë të fortë të brendshme, saqë i kishte ndarë në 2 bastione të forta, të ikonoklastëve dhe ikonofilëve ose të ikonothyesve dhe të ikonodashësve. Këto përplasje të forta, por që të dyja palët besonin në Krishti, ishte një skandal, thoshore, po mirë tani, si ka mundësi? Jemi në një kishë që zihen 2 grupe me njëri tjetrin, një krah pranon ikonën, tjetri se pranon. Ose një krah pranon që Krishti është bërë njeri, tjetri se pranon që është bërë njeri. Por të dy besojnë te Krishti. Tani kush e ka të vërtetën? Dhe kisha erdhi dhe me të gjitha këto të dhëna që ne i përjetuam, edhe kur ishim në kishë të diel, tani domethënë që ishim edhe me litaninë e ikonave, duam të tregojmë që kjo është besa ortodoksëve, siç edhe u theksua aty, për të treguar që njeriu ka vlerë, çdo njeri ka vlerë, dhe prandaj dhe ne sillemi me njerëzit dhe shohim edhe tek çdo njeri, në çfarë do lloj kategorie apo statusi qoftë, shohim vetë fytyrën e Krishtit. Nuk kemi nevojë që thjesht kur shikojmë Krishtin në ikonë dhe për ulemi. Në fakt dhe çdo fytyrë njerëzore janë, se të thua, gjenë të parat e Krishtit. Prandaj dhe për ta mbyllur, po them edhe një gjë tjetër. Afrikanët, kur e pikturojnë Krishtin, e pikturojnë zezak. Po Krishti nuk ishte ngjyrë nga ana historike si person që erdhi hyjnor o njerëzor, por po themi nga ana natyrës të errët. Pse e pikturojnë Krishtin e zi ata? E pikturojnë sepse Krishti shpëtoi dhe ata si popull. Dhe nuk ka rëndësi ngjyra e lëkurës. Rëndësi ka që ata, kur e paraqesin siluetën që ata e njohin si Krisht, sepse kemi shumë portrete, po të krahasojmë ikonat ndër shekuj dhe ikonat që mund të përdoren nga ikonografët, kemi një Krisht, kemi edhe një Krisht dhe themi ore, disa mund të ngjajnë, po disa edhe mund të duken sikur s'ngjajnë. Të gjithët kanë imazhin e Krishtit, sepse Krishti është në çdo imazh tonin dhe ata ndihen shumë afër me Krishtin, edhe pse janë në Afrikë dhe janë, si themi, në thonjza larg të bardhëve, se në një botë jemi dhe njerëz jemi të gjithë njësoj, si krijesa të Perëndisë. Por ama e ndjen veten nga ana njerëzore, e ndjen më afër. Prandaj dhe e bëjnë, këto nuk mund ta bëjnë ndryshe nga ata që ata e kanë si përvojë njohjeje dhe njerëzore, dhe që prandaj edhe janë të mirë kuptueshëm dhe nga kisha që ta bëjnë kështu. Kjo është për sa i përket ikona e Perëndisë, që kemi dhe flasim për njeriu, që Perëndia jo vetëm e krijoi, por edhe e lartësoi, dhe ne në të dielën e ortodoksisë themi që kjo është besa që na shpëton. Dhe që kush e realizoi këtë, e realizoi vetë Krishti, dhe që na bashkoi tashmë dhe u bëm të ngjashëm dhe presim që dhe në jetën tjetër, në atë jashtë kohës, kur të shkojmë, të vazhdojmë këtë që kemi nisur që tani me Perëndinë. Dhe kjo është që ne shpëtohemi, që të vazhdojmë dhe të jemi me Perëndinë, që dhe ne të përjetësohemi tashmë dhe të bëhemi të rësisht
të ngjashëm, pavarësisht se nuk do të arrijmë dot të bëhemi si Perëndia. Gjithkohës do t'i afrohemi, por esencës së Perëndisë nuk i afrohemi dot sepse ajo është e pa krijuar. Ne si qenie të krijuara do t'i afrohemi Perëndisë nëpërmjet hirit që na jep Perëndia, nëpërmjet si të thuash, siç themi ne, me hir dhe me pa hir, që thot populli, nëpërmjet asaj energjie që na jep ne Perëndia, që ne t'i afrohemi vazhdimisht dhe ta njohim dhe të jemi të vetë përmbushur në mbretërinë qiellore.